Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Jam në Kosovë, në pushime dhe siç shikoni është ambienti ndryshe. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Po filloj me tetë të spiralës. Të dashur shigjetar, gjërat po ecin më shpejt se që keni menduar. Shikoni vrull, si ky kaprolli që është duke vërpuar. Lajme, informacione ose mundësi po vinë drejt jush. Mos e hum këtë valë, vepro dhe mos e shtyej për më vonë. Nga që kjo shpejtësi jo shpeshherë vjen, të dashur. Guximi apo papalegba, si që quajnë ndryshe, forcë dhe vetë kontrollë, ke forcën për të përballuar të dashur shigjetar çdo sfidë. Deri tani nuk I keni patur të pakta, po jo. Por kjo forcë nuk është agresive, është e qetë, e mençur dhe e durueshme. Jepi vetes besim dhe mos lejo që vështirësitë të dashur shigjetar apo njerëzit t'i kontrollojnë emocionet apo gjërat që jeni duke I menduar. Mbërtresha e shkopive apo waiver, ajo që thurr, qëndisë, gjithçka që mendon, planifikon dhe vizualizon të dashur është duke u bërë realitet. Këto shpejtësi janë duke sjellur atë. Ti je krijuesja apo krijuesi I jetës tënde. Dhe jo vetëm shkruaj qartë qëllimet, dëshirat. Kur them shkruaj, mendoj gjithmonë, mund dhe të shkruani, absolutisht s'ka gjë të keqe, por të jemi të qartë me gjërat apo qëllimet që duam, me dëshirat tona, sepse universi po dëgjon dhe vërtet kësaj radhe është duke bashkëpunuar me ju. Dhe bufi, të dashur, është njeriu apo I varur, ndryshim kënd vështrimi. Nëse ndihesh sikur gjërat janë bllokuar, jo vetëm, përgjigje është shiko situatën ndryshe. Lirohu nga një mënyrë e vjetër mendimin, sakrifiko një mënyrë të gabuar të shikuarit për të parë zgjedhjen e vërtetë. Tani, zakonisht ne mësojmë dhe jemi të gatuar, të them kur mësojmë me një situatë dhe vazhdojmë në mënyrën e njëjtë gjithmonë, pothuajse. Kjo është edhe një këndvështrim ndryshe për t'i parë gjërat se sa shpejt po ecin, sa të zotët dhe të mençur dhe të guximshëm që jeni për të ndërtuar, për të thurrur, për të qëndisur jetën tuaj ashtu siç e dëshironi. Pra, gjërat po lëvizin shpejt, të dashur shigjetar, ke forcën për t'i përballuar, por duhet të ndryshosh dhe këndvështrimin dhe të besosh vërtet që ti je krijuesja apo krijuesi I realitetit tënd. Mos rri duke pritur, absolutisht. Tani është koha të veprosh, vendos qëllime të qarta dhe bëj ato realitet, nga që ato janë aty dhe po ju presin.